Vetëm 3 deri në 5% e materialit bërthamor ka dalë nga gjithë sasia dhe ka krijuar një problematik të madhe. Dhe pjesa tjetër e materialit bërthamor është akoma brenda sarkofagut, për të cilën punojësit që kanë punuar për likuidimin e pasojave kanë bërë një punë të jashtëzakonshme. Dhe termi që kanë dhënë jetën, vërtet ato kanë dhënë jetën për atë proces. Tani, nga gjithë ajo që quhet aksidenti i madh botëror, domethënë, vetëm 3% ka dalë? 3 deri në 5% e materialit bërthamor ka dalë në atmosferë. Në atë kohë, çfarë, domethënë, përveç disa personave që humbën jetën, më duket, apo ja fuskot. Në momentin e parë, rreth 28 persona humbën jetën për shkak të eksplozionit dhe për shkak të ekspozimit shumë të lartë ndaj rrezatimeve që ndodheshin në zonë. Dhe më tej pasojat kanë qenë pasojat afatgjata. Pasojat janë afatshkurtra dhe afatgjata me efekte të ndryshme në shëndet.